Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisi me turizëm. Ngërçi i shkaktuar në aeroportin e Vlorës anuloi shumë prenotime të strukturave hotelerike sipas kreut të operatorëve të Jugut Vasil Bedinaj. Megjithatë, nisja e sezonit veror ka risjell shpresë. Sipas tij, në krahasim me një vit më parë, fluksi i turistëve është rritur me 12 deri në 13%. Pritshmëritë për këtë sezon turistik nga tur operatorët e qytetit ishin vërtet të larta, e ato lidheshin me hapjen e aeroportit të Vlorës. Vasil Bedinaj, kreu i operatorëve turistik të Jugut të Shqipërisë, tregon se në muajt nëntor dhe dhjetor të vitit të kaluar pati një bum rezervimesh dhe kontratash nga agjenci turistike për të vizituar Vlorën. Por ngërçi i shkaktuar nga aeroporti i Vlorës, Bedinaj thotë se solli një minus të madh në sektorin e turizmit, ku shumë prenotime u anuluan gjatë muajve mars dhe prill. Sipas Bedinajt, aeroporti është shumë i rëndësishëm për Vlorën për të tërhequr atë grup turistësh të cilët nuk preferojnë të udhëtojnë gjatë nga aeroporti drejt dhomave të hotelit. Ka ndikuar jashtëzakonisht shumë, kemi marrë një minus të madh nga gjithë bashkëpunëtorët tanë jashtë territorit të Shqipërisë, po ashtu dhe shumë individ, klient që ne kemi që kanë dashur të udhëtojnë në Vlorë, e kanë pritur me padurim çeljen e aeroportit. Informacioni që kishim vitin e kaluar në muajin tetor, nëntor ka qenë i tillë që do të hapej. Kemi pasur shumë kontrata me agjenci turistike jashtë territorit të Shqipërisë, të cilat u anulluan në muajin mars dhe në muajin prill. Pra, mosshëlja e aeroportit ka ndikuar jashtëzakonisht për sa i përket fashës së turistëve dhe volumit të turistëve të cilët kishin menduar të kalonin pushimet e tyre në qarkun e Vlorës. Uroj dhe shpresoj shumë, jo vetëm unë, po gjithë operator turistik, se siç e kemi thënë, aeroporti i Vlorës është një vul apo një hallk shumë e rëndësishme e sektorit turizmit, duke marrë parasysh që fasha e klientelës elitare që mund ta quajmë. Nuk mund të udhëtojë me orë të tëra nga një aeroport në destinacionin ku ata duan të shkojnë. Ka një orar të caktuar që duhet të udhëtosh nga aeroporti deri në hotelin në cilin ke prenotuar. Dhe kjo fash apo kjo kategori e turistëve që ne shpresojmë që një ditë të vinë në Shqipëri, nuk mund të udhëtojnë 3 apo 4 orë nga aeroporti deri në hotelin e tyre. Pra, mosshëlja e aeroportit turistik pati një vrull për sa i përket kontratave në fillimin e muajit nëntor dhjetor të vitit kaluar, po ka pasur dhe anullime të muajit mars, të cilat na kanë humbur shumë pikë për sa i përket bashkëpunëtorëve tanë, besueshmërisë. Bedinaj thotë se udhëtimet të cilat janë anuluar kanë qenë më të shumta nga Europa perëndimore, nga shtetet si Franca, Gjermania apo edhe Spanja. Ajo që kemi thënë vitet e fundit ka qenë që dikur kemi pasur Europën lindore, por tashmë gjithë kjo është zgjeruar edhe në Europën perëndimore. Aktualisht pjesa më e madhe në statistikat tona për muajin prill dhe maj, pjesa më e madhe turistëve të cilët ishin të akomoduar në Vlorë kanë qenë të Europës perëndimore dhe shteti që ka pasur më shumë për sa i përket qytetit të Vlorës dhe rrethinave ka qenë Franca, me një numër goxha të konsiderueshëm, por nuk përjashtojmë këtu dhe Austrinë dhe Gjermaninë dhe Spanja, pra nuk ka më një low cost apo një destinacion low cost siç ka qenë Çekia, Polonia më përpara, por tani jemi zgjidhur. Ajo që duhet të bëjmë ne është që të krijojmë kushte që ky numër nga Europa perëndimore të zgjerohet apo të rritet sa më shumë. Nuk mund të presësh të jetë Vlora destinacioni i mirëfill për ta, pas pate aeroportin apo pas pate dhe infrastrukturën e përmirësuar. Pavarësisht anulimeve, Vasil Bedinaj konfirmon edhe faktin që nisja e sezonit veror ka sjellë shpresë për shkak se sipas tij, në krahasim me një vit më parë jemi 12 deri në 13% më shumë turistë, e ai shpreson se kjo përqindje do të vijojë në rritje në muajt e pikut. Pritshmëritë tona është pothuajse i njëjti trend që ka qenë dhe 2-3 vitet e fundit. Ne shpresojmë dhe statistikat e 2 muajve të parë, prilli dhe maj, që quajmë si sezon turistik, kanë qenë me një rritje 2 shifrore, pra jemi diku te 12-13% më lart se viti i kaluar. Shpresojmë që ky trend të jetë pothuajse i njëjtë deri në fund të muajit shtator, të shohim 2 muajt e pikut që janë korriku dhe gushti, sepse ndryshon kategoria e turistëve
të prillit maj dhe atyre të korrikut dhe të gushtit. Kemi turizëm kulturor dhe kemi turizëm veror. Mendoj dhe statistikat na thonë që do të kemi një rritje në krahasim me vitin e kaluar. Ajo që kemi frikë, siç e kemi pasur çdo vit, është punët që ne kemi akoma pa bërë, infrastruktura që është akoma pa përfunduar. Pra jemi optimist që po shtohemi vit për vit, por trembemi në anën tjetër se çfarë feedbacku do të marrim nga këta klientë që zgjedhin të vinë në Shqipëri. Kreu i operatorëve turistik thot se ende jemi në fashën e turistëve mesatar dhe atyre low cost, për shkak se sipas tij turistët e quajtur elitar kërkojnë kushte të cilat nisin nga aeroportet e deri tek infrastruktura. Jemi në fashën e mezet e poshtë, nuk mund të presësh apo nuk mund të shpresosh për një turizëm elitar kur nuk ke aeroporte, kur nuk ke porte, kur nuk ke infrastrukturën e dur, kur nuk ke transportin urban, kur nuk ke hotele brand, e kështu me radhë. Pra kemi akoma rrugë për të bërë, por gjithsesi kemi bërë mirë deri tani, sepse më mirë po të ngjisim shkallët 1 nga 1 se sa 10 bashkë. Vlora mund të cilësohet një qytet i cili vizitohet nga turist nga çdo vend i botës, duke ndryshuar nga realiteti i viteve të mëhershme, kur e vizitonin kryesisht vetëm italianët dhe turistët nga Europa lindore. Në shumë vende europiane, Shqipëria po shfaqet si një nga destinacionet më tërheqëse të verës 2026, duke ofruar peisazhe mahnitse mesdhetare me kosto shumë të ulta se destinacionet tradicionale, shkruan media franceze. Më e lirë se Spanja dhe Portugalia, deklarojnë mediat franceze, Shqipëria është zgjedhja ideale për pushimet verore në Evropë. Përballë rritjes së vazhdueshme të çmimeve në shumë vende evropiane, Shqipëria po shfaqet si një nga destinacionet më tërheqëse të verës 2026, duke ofruar peizazhe mahnitëse mesdhetare dhe kosto shumë më të ulta se destinacionet tradicionale turistike, shkruan media franceze. Ndërsa inflacioni vijon të ndikojë në buxhetet familjare dhe resortet e njohura të Spanjës e Portugalisë po bëhen gjithnjë më të shtrenjta, Shqipëria po tërheq vëmendjen e turistëve evropian si një alternativë ideale për pushime cilësore dhe të përballueshme. E vendosur në zemër të Ballkanit përballë brigjeve italiane dhe në kufi me Greqinë, Shqipëria po fiton gjithnjë më shumë popularitet, fal Bregdetit të saj spektakolar në detet adriatike dhe Jon. Nga riviera shqiptare me ura të kristalta deri në qytetet historike me trashëgimi të pasur kulturore, Shqipëria ofron një kombinim unik të natyrës, historisë dhe mikpritjes. Plazhet e Ksamilit, të krahasuara shpesh me destinacionet më të bukura të Mesdheut, tërheqin vizitor nga e gjithë bota. Ndërsa qyteti i Beratit, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe Syri i Kaltër, mbeten ndër atraksionet më të vizituara të vendit. Një nga avantazhet më të mëdha të Shqipërisë mbetet kostoja e ulët e jetesës dhe shërbimeve turistike. Edhe gastronomia lokale konsiderohet një tjetër pikë e fortë, pasi turistët mund të shijojnë peshk të freskët, prodhime deti dhe specialitete tradicionale shqiptare me çmime dukshëm më të ulta krahasuar me destinacionet e tjera mesdhetare. Pavarësisht zhvillimit të shpejtë të sektorit turistik, Shqipëria vazhdon të ruajë autenticitetin dhe karakterin e saj të veçantë. Megjithatë, ekspertët e turizmit vlerësojnë se populariteti në rritje dhe investimet e reja në infrastrukturë do ta transformojnë ndjeshëm vendin në vitet e ardhshme. Për këtë arsye, shumë media evropiane e konsiderojnë Shqipërinë si një nga sekretet e fundit të Mesdheut, duke rekomanduar muajt qershor dhe shtator si periudhat më të mira për të shijuar plazhet, natyrën dhe mikpritjen shqiptare larg fluksit të madh turistik të pikut të sezonit. Gjendja e autobusëve urban lë për të dëshiruar, jo vetëm stacionet e autobusëve nuk i përshtaten as pak infrastrukturës së zhvillimit që po merr qyteti. Një ndërhyrje ka nisur këtë të mërkur, por ka prekur vetëm stacionet në bulevard. Gjendja e autobusëve urban në qytet lë për të dëshiruar. Stacionet e autobusave nuk i përshtaten as pak në infrastrukturë zhvillimit që po merr qyteti. Kjo pasi mungojnë strehat dhe tabelat informuese. Këtë shqetësim të qytetarëve transmetuam edhe pak ditë më parë në një kronikë televizive në Blu Televizion. Ndërsa përgjatë kësaj të mërkure në Vlorë, me sa duket ka nisur realizimi i një projekti i cili synon përmirësimin e kushteve infrastrukturore të stacioneve të autobusëve urban në qytet. Në qytetin bregdetar të Vlorës ka nisur edhe përmirësimi i stacioneve të autobusëve urban për gjitha linjat të cilat lëvizin në brendësi të qytetit. Siç mund të ndiqni edhe nga pamjet, pas shpinës time kemi një stacion autobusi i cili lexon emërtimin Xhamia, por gjithashtu është përmirësuar edhe në infrastrukturë.
Sipas informacioneve, përgjatë bulevardit Ismail Qemalit, çdo stacion urbani do të jetë me emërtim, për shembull xhamia, teatri, tregu i Rizit, Kalitrojës, skele të tjerë. Gjithashtu është përmirësuar në kusht edhe pjesa e stres, e cila pritet të bëjë më shumë hije për qytetarët. Por ky projekt në fazën aktuale nuk dihet ende nëse do të përmirësoj edhe informacioni, nëse tek stacionet e autobusëve do të vendosen tabela informuese për oraret dhe destinacionet. Gjithashtu nuk ka informacione nëse projekti do shtrihet në zonën e Lungëmarrës, aty ku stacionet e urbanëve mungojnë totalisht. Pas stacionet të Mirfill të Urbani do të jetë edhe një linjë tjetër e qytetit, ajo e linjës Çorle-Spital. Ligji për investime strategjike nuk do të ekzistojë më. Lajmin e dha kryeministri Rama gjatë një konference me gazetar nga Bashkimi Evropian, ku u pyete nëse do të respektojë kushtet e vendosura nga IBAR për këtë çështje. Ligji për investimet strategjike nuk do të ekzistojë më, lajmin e ka dhënë kryeministri Rama gjatë një konference me gazetar nga Bashkimi Evropian, kur u pyet nëse do të respektojë kushtet e vendosura në raportin IBAR për këtë çështje. Ligji për investimet strategjike kur nuk ka qenë pa drejt. Për të thënë këtë gjë fillimisht, shumë njerëz që flasin për të, as nuk e din për ç'flasin, flasin, por gjëja e mirë është që do ta lëm jashtë sepse e ka përmbushur misionin e vet dhe nuk ka rëndësi, nuk është se po luftojmë për të, nuk është se do të themi që vlerësimi është i gabuar, thjesht do ta lëm jashtë. Megjithatë, ligji për investime strategjike na ka ndihmuar të sjellim në këtë vend më në fund disa investime që përndryshe nuk do të kishin ndodhur. Tashmë nuk na duhet më një ligj për investime strategjike, sepse kapitali po hyn dhe investuesit e mëdhenj po vinë dhe në fakt nuk duan t'ia dinë për lehtësira, duan natyrisht status të mbrojtur kështu me radhë, por nuk kemi probleme me këtë. Kam përshtypjen që është pjesë e kuadrit negociator dhe po punojmë tashmë për një ligj të ri për investimet, kështu që po punojmë me Bashkimin Evropian për këtë. Çdo gjë që bëjmë mbështetet te standardet EBS dhe kjo është diçka tjetër që është mjaft e qartë, Duke ju referuar investimit në Zvërnec, kryeministri nguli këmbë se bota ka plot shembuj të bashkëjetesës mes natyrës dhe zhvillimit. Për Edi Ramën çështja u fry për shkak të emrit të Donald Trump. Cheval Blanc dhe Bernard Arnault do vinë të shkatrojnë Bregdetin shqiptar apo do të vendos emrin dhe markën e vet në një projekt që do të vras Flamingo? Ju a merr mendja që Rosewood Hotel, që ka një reputacion shumë të lartë për të qenë një prej modeleve të reja të destinacioneve të epokës re mjedisore, do të vi këtu për të shitur më hito në mes të betonit? A ju a pret mendja që Mandarin Oriental do dojë të lidhet me diçka që është e shëmtuar? A mendoni që hotelet Aman do të vinë të qëndrojnë në mes të një gjenerate të re bunkerësh? Çfarë po thoni? I pyetur për Sazani, Rama pohoi se po negocion prej 2 vitesh me investitorët, por përjashtoi idenë e shitjes së ishullit. Kryeministri shpjegoi se nuk do të heqë dorë nga vizioni i tij për të thithur kapital dhe investime madhore që do të ndihmojnë zhvillimin e vendit, por nënvizoi bindjen se nuk mund të konkurojë duke shpërfillur natyrën. Berberi lëvizës, një ide e nisur rreth 6 vite më parë, sot mbetet një nga shërbimet e vetme të këtij lloji në Ballkan. Shkëlqim Bilaj, i njohur si Berber Çimi, ka zgjedhur të zbatojë këtë koncept mjaft origjinal që vjen pas afro 35 vitesh eksperiencë në këtë profesion. Berberi lëvizës, një ide e nisur rreth 6 vite më parë, sot mbetet ndër të vetmet shërbime të këtij lloji në Ballkan. Shkëlqim Bilaj, i njohur si Berber Çimi, ka zgjedhur një koncept mjaft origjinal që vjen pas afro 35 vitesh eksperiencë në këtë profesion. Berberi lëvizës është një ide që ka ngjallur mjaft interes e që padyshim kërkon edhe përkushtim. Vetë Berber Çimi e cilëson pikërisht kështu, duke theksuar se pas nisjes së punës në një ambient të vogël vite më parë, ai u zgjerua në një sallon në Vlorë, ndërsa 6 vite më parë ideoi edhe shërbimin Berberi lëvizës, një nismë që ka rezultuar mjaft e suksesshme për të. Tashmë prej 6 vitesh ai operon kryesisht në zonën e Lungëmarrës, por gjatë sezonit turistik veror, lëvizet e përgjat gjithë vijës bregdetare nga Dërmiu e deri në Himar, madje edhe deri në Saran dhe Eksamil.
Atëre, përshëndetje, njerë miserdhet, është viti 6 jemi këtu në Lungomare. Ne nuk kemi vetëm këtë mobile barbershop qimi, po ne kemi dhe një salon në qendër të Vlorës, kemi dhe një akademi. Pra ne zhvillojmë dhe kurse. Eksperienca jonë është 35 vjeçare. Duke patur një eksperiencë kaq të gjatë, kaq të madhe, na ka lindur idea për të bërë dhe një mobile barbershop qimi, e cila ka shërbyer për qytetin e Vlorës. Profesionet ndonjëherë zbulojnë, janë talent, janë dhunti. Unë kam nisur që 12 vjeç të profesion edhe pasioni vazhdon të jetë akoma si dita e parë. Pra pasioni të çon përpara. Po s'pate pasion, dëshirë dhe vullnet, nuk mund të bësh dot asgjë. Ne kemi tradit nga gjyshi, nga vllai im, domethënë duke patur dhe tradit, është akoma dhe më e bukur dhe më e fortë dhe më profesionale. Ne 2 vitet e para kemi qenë në lëvizje. Ideja është sepse prandaj quhet mobile barbershop. Ideja është gjithmonë në lëvizje. Pavarësisht që ne kemi 3-4 vjet që jemi stacionuar këtu, bëjmë ndonjë lëvizje, sepse kemi ndonjë telefonat, por më shumë për momentin jemi këtu. 2 vitet e para kemi lëvizur gjithë Bregdetin deri në Sarandë. Kjo punë, ky biznes i vogël, patjetër që ka dhe kosto ekstra, sepse ti nëse këtu mund të qetesh me një çmim, sepse je i qëndruar, kurse kur vjen një kërkesë e caktuar, detyrimisht që çmimi është pak më i lartë. Por gjithmonë kërkesat ka qenë nga të huajt, sepse e shikojnë dhe si gjë të veçantë, por tek e fundit e duan dhe shërbimin ton. Atëherë ne kemi shkuar deri në Ksamil, ne kemi shkuar në Sarandë, ne kemi shkuar në Borsh, në Jalë, në Dhërmi kemi punuar shumë. Pra lëvizjet tona kanë qenë të shpërndara. Gjithmonë për gjatë vizë bregdetare. Me thënë të drejtën, ne jemi vlonjat, patjetër, eksperienca ime në qytet është e madhe, do dhe pak kohë që të vi ky shërbim dhe për vlonjatët. Nuk është se me vlonjatët ka kërkesa, që ty të marrë një vlonjat dhe të thotë, eja të më shërbesh, do dhe pak akoma. Unë kam diku të 15 kursant, pra kryesisht janë kursant të moshave të reja, por kemi dhe mosha të ndryshme, por kryesisht janë mosha të reja që e duan zanatin. Dhe gjithmonë motivi jonë ka qenë dhe shpresojmë që të ketë sa më shumë të rinj, të marrin zanatin ton, të marrin profilin ton dhe të shërbejnë po këtu, që mos të na largohen. Berberçimi pranon se interesi më i madh vjen nga turistët e huaj, por edhe nga shqiptarët e diasporës. Shumë prej tyre jo vetëm marrin shërbimin, por realizojnë edhe foto, pasi bëhet fjalë për një koncept të veçantë dhe të rrallë. Ai tregon se ka patur kërkesa për të ofruar shërbimin në zona të ndryshme, ndërsa tarifat ndryshojnë në varësi të largësisë dhe kërkesave të klientëve. Në raste të veçanta, kostoja e shërbimit ka arritur deri në 500 euro. Çimi thotë se mes klientëve të tij nuk kanë munguar as personazhe të njohur të ekranit. Interesi më i madh është i tuajve. Shumë tuaj ndalojnë, bëjnë foto, bëjnë video, po kryesisht është interesi i tuajve. Është edhe i diasporës, domethënë emigrantëve, në përgjithësi në gjitha trevat shqiptare që zgjedhin Vlorën dhe vinë ndalojnë, marrin shërbimin ton, e shikojnë si një gjë shumë të veçantë, sepse vërtet ideja jon është shumë e veçantë, është rrallë ta gjesh, nuk e gjen. Ky është një profesion që mund të ushqesh, krijon një biznes, ecë më përpara, domethënë është një profesion në qoftë se ta lidh me pjesën e pasionit. Kush e ka pasion, ashtu si unë e kam pasur dhe e kam akoma, ti ecën shumë para, sepse unë në ato vite e kam nisur me një dyqan të vogël, si ishin atëherë me ato kioskat e vogla, jemi rritur, kemi marrë sallonin, kam bërë akademin, bëra mobilin, domethënë gjithmonë dëshira e punës dhe pasioni është një profesion fitimprurës. Sot që flasim bashkë, kur ne na marrin në lëvizje që ikim kaq larg, ne kemi marrë dhe për një prerje, domethënë po e them pa hezitim, edhe 500 euro për një lëvizje. Domethënë nëse unë kam vajtur në Ksamil, unë kam marrë edhe 500 euro. Nuk është angrëllik, kryesisht juaj e pranon, sepse do shërbim dhe është një juaj cilësor. Në momentin që juaj është cilësor, domethënë kërkon cilësi. Na ka gjetur, na ka komunikuar, sepse ne edhe në rrjetet sociale kemi qenë gjithmonë të pranishëm. Dhe është një mundësi që i vete i shërben atij tek residencat e hotelit, e shtëpia ku ai është. Kemi pasur edhe persona, ato vitet e para po më kujtohet tash, po kemi pasur edhe persona VIP, kemi pasur, na ka vizituar edhe vetë kryeministri, zoti Rama. Si një gjë të veçantë në qytet, dhe jo vetëm.
Berberi i lëvizjes Çimi, një ide krejt e veçantë e nisur 6 vite më parë. Tashmë është një shërbim që mund ta gjesh vetëm në Vlorë e që mbetet unik në të gjithë Ballkanin. Fillimisht nisi si një mënyrë për të shërbyer pushuesve gjatë sezonit turistik, ndërsa sot 6 vite më vonë rezulton një sipërmarrje mjaft e suksesshme dhe me interes të vazhdueshëm nga klientët vendas dhe të huaj. Një ngjarje tragjike është regjistruar në Gjirokastër kur një fëmijë është mbytur në një kompleks në pishinë jashtë qytetit. Sipas policisë, viktima është identifikuar si Arber Peçi, 15 vjeç. Siç raportohet, fëmia ka kaluar arrest kardiak kur ka hyrë në ujë. Një ngjarje tragjike është regjistruar në Gjirokastër ku një fëmijë është mbytur në një kompleks pishinash në qytet. Viktima është identifikuar si Arber Peçi, 15 vjeç. Raportohet se fëmia ka pësuar atak kardiak kur ka hyrë në ujë. Sipas policisë, rreth orës së 10 në fshatin mashkullor, në një kompleks pushimi, një 15 vjeçar dyshohet se ka pësuar infarkt duke u larë në pishinë dhe përpasoj ka humbur jetën. Sipas policisë, grupi hetimor vijon punën për dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit. Fituesja e disa medaljeve në Kosovë, Shqipëri dhe në arenën europiane e vetmja sportiste që ka përfaqësuar Kosovën në 2 lojrat olimpike dhe aktualisht e renditur në vendin e dytë në botë në sportin e boksit. Donjeta Sadiku ndodhet prej një 3 ditëshi në Vlorë. Boksierja e Kosovës zhvillon sot seancën stërvitore me sportistë vlonjat. Fituesja e disa medaljeve në Kosovë, Shqipëri dhe në arenën europiane, e vetmja sportiste që ka përfaqësuar Kosovën në 2 lojra olimpike, e aktualisht e renditur e dyta në botë në sportin e boksit, Donjeta Sadiku, ndodhet prej 3 ditësh në Vlorë. Bokseria kosovare ka zhvilluar seanca stërvitore së bashku me sportistët vlonjat, duke dhënë kontributin e saj e duke ndarë eksperiencën me boksierët e rinj. Në klubin flamurtari prej kohësh stërvitet edhe boksieria Esmeralda, një nga sportistët premtuese të këtij ekipi. Donjeta Sadiku si dhe Esmeralda theksojnë se këto ditë kanë shërbyer jo vetëm për shkëmbim përvoje, por edhe për përgatitjen sa më të mirë për aktivitetet e rëndësishme ndërkombëtare që i presin në vazhdim. Na se 3 ditë gjendemi këtu në Vlorë në klubin e boksit flamurtare, ku në zbashku me trajnerën tim Mariola Sallauka dhe 2 bokserët e klubit tim, Ulem Sadiku dhe Mensur Shabane. Kena zhvillu stërvitje së bashku dhe kemi shkëmbyer eksperiencat tona, ku ne si bokser na ndihmon shumë që të përgatitemi dhe të jemi në një formë sa më të mirë në garat e ardhshme. Tash po pres lojat mesdhetare, ku është e vetmja medalje që nuk e kam karrierën time, po besoj shumë që edhe këtë medalje t'ja sjell Kosovës, po shpresoj shumë që edhe Shqipëria të ketë ndonjë medalje nga kjo garë. Kemi 3 ditë që jemi duke kryer stërvitjet përbashkët me klubin Uniteti dhe fal trajnerit tim Gzim Zeneli, i cili ftoi këtë klub së bashku me trajnerin e Kosovës Mariola Sallauka dhe kampione Donjeta Sadiku. Është me të vërtet një eksperiencë dhe një vlerë shumë e madhe cilat na kanë nderuar, kanë ardhur në Vlorë dhe jemi duke kryer këtë stërvitje. Sepse një kampione si Donjeta Sadiku, e cila është kualifikuar 2 herë plot olimpike, është me të vërtet një inspirim dhe na inspiron çdo ditë për të arritur pse jo edhe unë atë qëllim. Trajnerja e ekipit të kombëtar të Kosovës në boks, Mariola Sallauka, si dhe trajneri i ekipit të boksit të flamurtarit dhe i kombëtares shqiptare Gzim Zeneli, e vlerësojnë këtë stërvitje të përbashkët si një mundësi shumë të mirë për të rritur cilësinë e sportit, por edhe për të përmirësuar nivelin e boksit të 2 vendeve. Unë jam trajnere e kombëtares e Kosovës, edhe kam sjell Donjeta Sadikun, e cila është e dyta në botë, është medaliste botërore, medaliste europiane, 2 herë pjesëmarrëse në lojra olimpike. Kjo përgatitje na ka shërbyer për Donjetën, por edhe për mua personalisht, për me njoft më mirë profesorin Gzim Zeneli, të cilin e kam njohur si emër shumë të madh, i cili ka nxjerrë boksera shumë të mëdhej për kombëtarën e Shqipërisë, por gjithashtu e kam respektuar shumë për punën e tij, por tash më se respektoj edhe si person edhe për njerin që është. Kështu që duhet me falenderu shumë për mikpritjen që na ka bërë këtu dhe po besoj që tash më kemi me pas një bashkëpunim edhe më të madh mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ishte një ftesë nga ana ime si trajner, njëkohësisht dhe nga klubi flamurtarit, nga Elona Merkaj,
për të bërë kryer këtë bashkëpunim, me qenë që boksierja kosovare është një emër i madh dhe eksperiencë e saj ndërmjet Esmeraldës dhe asaj është një anë pozitive për të ngritur nivelin e asaj dhe bashkëpunimit. Ishte një kënaqësi e veçantë se ne jemi në prag dhe të lojrave të mesdhëun muaj shtator dhe kampionatit evropian, që brenda 2 muaj kemi 2 evente tepër të rëndësishme dhe kjo vleu ky bashkëpunim për të qenë sa më pranë dhe do të shkojmë ne përsëri në Prishtinë tu kthejmë vizitën, do të vinë ata përsëri që ta kemi edhe 15 ditë më vonë në një takim më të shpesht për të sjelloj medalje në kombin ton Shqipërisë, Kosovës dhe Kosovës. Shumë shpejt sportistët do të përballen me sfida të rëndësishme ndërkombëtare, mes tyre lojrat mesdhetare dhe kampionati evropian i boksit, ku synohen medaljet dhe rezultatet sa më të larta, nga sportistët shqiptar dhe ata kosovar. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Bashkë mirupafshim.